E vërteta është që edhe pse shumë pak vite në politikë, Fatos Nano bëri atë që ne pa frikë mund ta quajmë epokë, për shumë arsye dhe fakti që edhe me ikjen e vetë tregoi se sa popularitet kishte, tregoi pikërisht të, domethënë që ishte një njeri, unë e kam njohur Fatos Nanon në legjendat që thuheshin atëherë, kur ishte një intelektual që kishte ardhur, nuk e njihte njeri, dhe që fitoi në Tiranë i vetmi nga ish Partia e Punës në 91, nga Partia Socialiste. Dhe edhe atëherë bile me balotazh. Që nga ajo kohë më pas, unë ndonjëherë fati të sjell gjëra krejt të paimagjinueshme, unë përfundoj në një qeli me Fatos Nanon. Ndërkohë që përpara... Në qeli? Jo në qeli, në burg. Përpara... Në një kat. Po. Përpara e kisha takuar dhe ditën që i është hequr imuniteti, i kam marrë një intervistë për koha jonë, atëherë ishte shumë e vështirë, kishte shumë komplekse për efektet, sepse ishin ato vitet e 91-92. Vitet demokratikase. Po, vitet demokratike dhe ishte shumë demokratikase. Por, unë shkoja pa frikë tek shtëpia ati dhe... Se po shoh në foton tënde me Fatosin. Gjatë 4 viteve që ai ka qenë në burg, kam shkuar shumë më tepër tek shtëpia e Fatosit, se sa tek shtëpia ime dhe e kam për nder. E dyta është fakti që në burg pasaj... U bët shok burgu. Po, shok burgu. Më futën ditën e parë tek qelia me Llami Gek Priftin dhe Hajredin Qelikun, dhe ishte tek ajo dera që Torkizës është një hapësirë e vogël, i pari që erdhi ishte një polic, pasaj erdhi Ramizalia, sepse ishte koridori në një katë, dhe më pas erdhi Fatosi edhe tha, kujdes, ta nuk do rrish shumë këtu, tha, do të qojnë në një qeli tjetër. Dhe mas 2 ditësh, me dërguar në një qeli ku isha vetën. Me porosit Fatosit? Jo. Ai ma tha. Ai dinte çdo gjë, kishte çdo lloj informacioni që bëhej në burg. Dhe kështu edhe unë krijova lidhjet pasaj me policë, me të tjerë, jashtë atyre të shikut e tjera, dhe edhe kur shkova tek qelia e tmerrshme, ku kishte qenë edhe ky vet, një ditë përpara unë përgatita dhe të nesër unë përfundova tek ajo qelia ku ishte një skëterë e vërtet. Unë kam një komunikim që mund ta quaj njerëzor dhe të jashtëzakonshëm dhe e gjitha është me letra. Domethënë nga qelia, se pasaj ndryshova katin. Edhe ishte shumë me vështirë. Pra ju komunikonit me letra me njëri tjetrin? Nga qelia në qeli. Nga qelia në qeli me letra. I kemi, regjia i ka ato letra. Kam shumë, sigurisht, ky është një rast kur... To e letrat e Luanit. To e letrat e Luanit. Pa ato tjerat për para janë të Martinit. Jo, pasi të mbaroj Martini, ajo letër ka një domethënie. Kjo është e Martinit, besoj. Ajo letër ka një domethënie shumë interesante për të kuptuar konceptin e reformimit të partisë që Fatosi e shprehte shumë më herët se sa kur filloi fushata për katarsis edhe ku diun çfarë ndodhi më pas. Unë kisha një pseudonim, ai kishte një pseudonim. Ai quhej Polburg, unë i thoja Policburg edhe i shkruaja Polburg, në mënyrë që letrat, kur vetë Fatosi vendosin që ne këtë komunikim mund ta ruajmë, sepse është me vlerë ndoshta, dhe unë e kisha thjesht lema, domethënë bashkimi i mbiemrit me emrin, dhe ndodhi që redaksia mua një ditë në prill të 94 më kërkoi një intervistë. Mirpo, unë e kisha shumë vështirë të bëja edhe pyetjet vetë edhe intervistën. Ndërkohë, avokati, unë dhe Fatosi kishim të njëjtin avokat. Agim Tirana, po edhe për parimi, po Agim Tirana ishte imi, dhe që thot, bëj intervistën se do t'i bëjon pyetjet.
Edhe ai më dërgoi pyetjet. Fatosi me letër, pyetjet. Unë i dërgova përgjigjet, u botua intervista, unë bëra një gjest që më duk krejt normal. Në mënyrë që të dilte intervistuesi, unë zgjeta një simbolik, edhe është aty, intervistoj Eda Sokoli. Eda dhe Sokoli janë 2 fëmijët e Fatosit dhe ati ai u emocionua shumë dhe është shumë e rëndësishme të lexoj vetëm një pjesë ku thotë Sa e plak Martin. Dhurat më të bukur publike deri më sot nuk më ka bërë njeri. Të falenderoj nga zemra dhe të jam borxhli për Eda Sokolin dhe e dashur Eda, u ke dhënë zemrën fëmijëve të mi më shumë se çdo fjalë ime. Etj. Tani problemi është se ne themi për masat politike, intelektuale të tjera Fatos Nano. Fatos Nano ishte njeri, do më thënë, si gjithë të tjerët, dhe jo si gjithë të tjerët, por në fundit ishte njeri. Rasti dytë, për shembull, ka qenë në burgun e Tepelenës, kur unë bashkë me të tjerë shkuam të jepin lajmin e vdekjes së Marijes, nënës, ajo ishte në fund dhe ai kuptoi gjithçka. Mbaj mend që atëherë ka shpërthyer në të qara dhe nëse nuk më japin leje, më tha, për të shkuar, ti do kesh një inqëzim dhe ka thënë disa fjali në telefon. Ishte një shpërthim. Do kesh pas me telefon të vogël. Me kasetofon, po. Me kasetofon të vogël. Telefon. Po pra, me kasetofon. Ato përdornim në gazetarë. Po, i dhanë leje dhe ajo nuk u përdor. Por aty kam parë se çfarë do thotë ti jesh njeri.